Ju lusë për pak vëmendje, edhe një përshëndetje e madhe. Faleminderit shumë gjithëve që keni ja. Faleminderit. Të nderuar mysafir, akademi nderuar Demosh Spahiu, cili nuk pen shot i ka, i duhet jetë në randin e parë patjetër. Familje e respektuar Spahiu nga Gjilani. Besoj që u knaqet me bendin, edhe një duar trokitje për Jehona Lumën dhe bendin fantastik, që do t'i kemi përsëri në fund pas hapjes dhe pas një shëtije të vogël në për objekt. Me u thonë të drejtën deri tash kum hap plot institucione. Më ka dhënë rasti që si aktor prezantues ta bëj këtë punë, po me qefin më të madh po e bëj këtë sot për shkak që është ushqim. Edhe për shkak që është mish, e kush se don mishin ju kall shtëpia. E dini që kemi edhe vegetarian, ata thonë që nuk e hajnë mishin për shkak kujdesit ndaj kafshëve, po me u kujdes ndaj kafshëve se u kishin hongër ushqimin. Kështu që unë jam për mish. Se vetëm ashtu. I nderuar Lutfi Aziri, kryetari i komunës Gjilanit. Zoti Isa Mustafa, kryetari i PDK-s. Zenon Pajaziti, kryetari i PDK-s deputet i Kosovës. Valentina Bonjaku, i Met Rahmani, zotria Agim Shahini, zonja Hykmete, e zyrtar tjerë, komunal, e shtetëror. Faleminderit që keni nderuar familjen Spahiu me këtë pjesëmarrje. Vlen të theksojmë që kjo fabrikë, kjo industri e mishit cilin e shehni sot, e cila do të hyjë në funksion, është njëna prej fabrikave, industrive më moderne. Jo njëna prej, po e vetmja më moderne në Kosovë, dhe kjo është një kcim i ri për familjen Spahiu, e cila për një kohë shumë të gjatë, dikon në rreth 30 vite parafërsisht merret me këtë punë, dhe kualiteti i kësaj kompanie dhe kësaj mishtore dhe kësaj industrie është lehtësisht i vërtetshëm në Kosovën lindore, dhe për mua është kënaqësi e madhe që i kam edhe njerëz të familjes, sepse mbajmë të njëjtin mbiemër dhe vërtet është kënaqësi. Du me ftu në skenë drejtorin, pronarin Nehat Spahiun, i cili ka trem gjatë fjalimit vet, kështu që ka bën dikun pak kesh me ju lutem se ka siklet. Unë nga eksperienca i dhash propozimet e mia alkoholike se si ta kaloj tremën, po ta shohim Nehat Spahiu. Të nderuar miq, mysafir, zyrtar të lartë të shtetit, jemi shumë të nderuar që sot keni ardhur në hapjen e industrisë sonë të mishit
Malësia, e cila një herët është më modernja në Kosovë. Kjo rrugtim i gjatë me plot sfida nuk do të ishte i mundur pa kontributin e madh e të jashtëzakonshëm të babait tim Demushit, pa të cilën kjo që do të shihni sot nuk do të ishte e mundur. Vizioni i tij ka qenë që krahas forcimit ton si kompani të forcohen edhe klientat, pra vlerësit ton. Industria e mishit Malësia është e njohur për cilësi për secilin qytetar të Gjilanit dhe Anën Moravës. Deri tashti kemi furnizuar mbi 300 biznese kryesisht gastronomike dhe jo vetëm në Gjilan, por edhe më gjerë. Kualiteti jon është lehtësisht i dallueshëm në raport me konkurrencën dhe duke u nisur nga ky fakt, ne kemi vendosur që të shkojmë edhe një hap më tutje, duke realizuar një projekt që është kjo fabrik afër nesh, vlera e së cilës është disa milionëshe. Synojmë që përmes kësaj industrie të punësojmë mbi 70 persona në mënyrë direkte dhe me qindra indirekt. Po ashtu, njëri nga qëllimet tona kryesore është edhe zvoglimi i deficitit tregtar të vendit tonë. Produktet tona të reja, të cilat do të promovohen në vitin 2018, do të jenë të gjitha bio, të prodhuara nga mishi i freskët dhe të përpunuara nga teknologjia më bashkëore në botë dhe duke zbatuar të gjitha standardet që kërkohen nga Bashkimi Evropian. Njëra prej sfidave të mëdha mbetet eksporti, të cilën besoj që do të kaloj mendimin e qeverive tona, sepse tani kemi kapacitete të plota për eksport edhe në Evropë. Malësia tani ka krijuar një hapësirë të mjaftueshme për zhvillimin e veprimtarisë së saj në therrjen e kafshëve të trasha dhe të imta. Cilësia dhe rangimi i produkteve të ndërmarrjes ka bërë të mundur që kompania të mbulojë një hapësirë të gjerë të tregut në tërë territorin e Kosovës. Me investimet e reja janë krijuar kushte të vëlefshme për punë të suksesshme të ndërmarrjes. Përmes këtij investimi, ndërmarrja ka bërë modernizimin e linjës përpunuese dhe njëkohësisht është rritur cilësia e produkteve për t'i përmbushur kërkesat e klientëve me produkte cilësore të mishit. Cilësia dhe siguria ushqimore që është misioni ynë. Edhe njëherë, më lejoni t'ju falenderoj të gjithëve për prezencën dhe uroj që në të ardhmen, si deri më tash, sofra juaj të mbushet me produktet e Malësisë. Ju faleminderit edhe një herë të gjithëve. Nuk dhimbti. Një përshëndetje edhe për zotëri Abdullahotin, të cilin nuk e përshëndeta në fillim. Mirë. Si kryetari i komunës, që në kupton si një bashk një koqer, e ftoj për një fjalim të rastit, Lutfi Aziri. Krejt shpahit janë Gilan, ma topë se në hati përveç kjo që janë ka morë këtë mishin të në jetën. Falenderit shumë akadem dhe familja Spahiu në hatë. Jam i nderuar që në këtë fillim dhjetor sot zbashku me ish kryeministrin dhe zakonisht kur nuk ka kryeministrin detyrë, është ish kryeministri dhe është autoriteti i cili na ka nderu sot me ardhen e tij. Zatën edhe ky projekt është realizu si pjesë e vizionit në atë Spahiut dhe familjes tij, duke dashur që me nda këtë gëzim dhe Gjilani po hyn tashmë në rrjetën e bizneseve që mirën me zhvillim ekonomik që bazën e kanë në agrobiznes. Industria e mishit në Gjilan po zhvillohet, në atë më tha gazi përmendëm edhe mu. Po zhvillohet dhe kjo fabrikë moderne e cila është pjesë e
financimit dhe zhvillimit të biznesit familjes në atë Spahiut, natyrisht që përveç vendeve të punës krijon mundësi edhe efekt zinxhiror në regionin tonë dhe më gjërë. Duke pas parasysh që Gjilani është në pikën që ne quajmë koma pulës, frekuenci kombëtare do më ndonë një tregim me ju, i cili ka ndodhur në dy periudha ndryshme kohore. I pari ka ndodhur para disa muajve. Policia kombëtare e sjell një kamion plot me gjelle lopë para komunës si pjesë e trafikimit, kontrabandës dhe problemeve që gjenden në zona kombëtare. Çka ka me bo kryetari i komunës me atë kamion dhe shonë të akadem, lënë ai e din çka do të me bo. Natyrisht që është brand, malësia, por ne Gjilan më shumë e njohim si familje. Kur bashkohet emri i familjes dhe emri i firmës është sinonim dhe atribut i asaj që është familje punëtore. Ky biznes tashmë kalon për masat e biznesit familjar, i cili nuk ka vetëm familjen Spahiu, është më gjanë Gjilan, dhe kalon në një ekonomi dhe motor zhvillimor i cili në agrobiznes dhe në zhvillimin e industrisë ushqimit, Gjilani po bëhet brand veti. Po bëhet brand veti dhe jemi krenar me këtë zotësi dhe me këtë zhvillim që kryefamiljar dhe pronart gjilanase po realizojnë. Ky sukses na gëzon gjithë ne, ky sukses është tregues që ne po ecim drejtim krijimit për jetë më të mirë, mundësi më të mëdha për punësim, mundësi më të mëdha për zhvillim, dhe jam shumë i bindur që qeveria dhe çdo qeveri në Kosovë duhet të subvencionon edhe më shumë projekte të tilla, sikur në Hati, duhet të subvencionon edhe rritjen e numrit të gjedheve, e cila është domosdoshme që më zhvillu ky lloj aktiviteti, ky lloj biznesi. Është në interes me subvencionu familjen, e cila është baza dhe qeliza për zhvillim, jo për mbajtje, por për zhvillim të shtetit. Duke pas këtë besim, unë jam i nderuar që së bashku me kryetarin e LDK-s, ish kryeministrin, dy ministrat kabinetit tij dhe shumë kolegë ndajmë gëzimin e madh me familjen Spahiu, me ekonominë dhe me këtë potencial të ri komuna Gjilani, dhe dash Zoti të kemi edhe më shumë aktivitet, të kemi edhe më shumë vende të punës, dhe të kemi edhe më shumë mundësi për zhvillim ekonomik përgjithësi. Këta janë herojtë e ditës së sotshme dhe do t'i ruajmë, dhe do t'i mbështesim dhe të kujdesemi sikur për më të shajtin. Krijimi i vendit të punës dhe vendeve të punës është kontributi dhe patriotizmi më i madh në vend që mund t'jepet sot për jetë. Atëherë, duke ecë këto gjurmë, jam jashtëzakonisht i privilegjuar që të daj gëzimin e suksesit Gjilanit në përgjithësi me këtë familje dhe me kolegët e mi, gjitha partive politike që janë këtu, edhe si deputet, edhe si miq, edhe si shok që jemi rrit këto livadët Gjilanit bashkërisht. I kom thonë më herët Florimit, që po ashtu është një ekonomi jashtëzakonisht e suksesshme që edhe në Hati ka më bërë shumë i suksesshëm. Këtë pjesë të zhvillimit të ekonomisë, por në përgjithësi jam i nderuar tash si lut i kësaj lagje që jam rrit me këta dy burra, me këta dy djemë, edhe me shumë tjerë që janë mesin këtu, që janë përfaqësues më të mirë edhe të zhvillimit, edhe të rritjes së shtetit, sepse ka edhe prokuror, edhe polic, edhe gjyqtar, edhe biznesmen, edhe kryefamiljar të suksesshëm dhe njerëz me cilët sot Gjilani krenohet jo vetëm këtu, po kudo që gjendemi ne. Edhe marrësia shijon më ndryshe, shijon më mirë, edhe këtë ditë veçantë e ka bërë të lumtur. Faleminderit Nahat, faleminderit familjes Spahiu ri me gëzuar. Tashun edhe kemi një foto me ti bashkë në skenë? asë njerë se kemi. Faleminderit shumë. Kam kënaqësi që për një fjalë rasti ta ftoj ish kryeministrin e Kosovës, kryetarin e LDK-s, zotriun Isa Mustafa.
Faleminderit shumë, nderuara familje Spahiu, nderuar gjithë ju pjesëmarrës, që ne sot po dalim prej petkut politik, sepse kemi të bëjmë me biznisin, kemi të bëjmë me zhvillimin ekonomik, edhe kemi të bëjmë me gëzimin tonë kur shohim një kompani të tillë siç është Malsia, e cila po prosperon, e cila po pushton tregun e Kosovës, tregun regional dhe tregun evropian, dhe cila po bëhet një konkurrente me cilën ne gjithë do të mburremi në Kosovë. Prandaj unë ju uroj shumë suksese, uroj që gjurëve tuaj të shkojnë edhe firmat e tjera, edhe të Gjilanit, edhe të Kosovës, dhe që ne të kemi njerëz që hapin vendet punës, të kemi kryetarë të komunave, si Lutfiu i cili punon dhe krijon kushte që bizneset zhvillohen në Gjilan dhe në Kosovë, dhe të mburremi gjithë me të arriturat tona. Unë ju uroj shumë suksese, uroj që të inaugurojmë edhe më tutje objekte dhe kapacitete të tilla, dhe që në sofrat tona të kemi produktet më të mira me të cilat jemi të sigurt që ushqejmë familjet tona dhe fëmijët tonë. Suksese dhe urime. Për një fjalë e rasti, kam kënaqësi që të ftoj kryetarin e PDK-s në Gilan dhe deputetin e Gilanit në Kuvendin e Kosovës, Zenon Pajazitin. Zenon, skena për ty. Përshëndetje gjithëve, Fatmir, po getë gjithë jemi adhurus të mishët. Faleminderit, përshëndetje gjithë pjesëmarrësve që jeni këtu, i nderuar zoti Mustafa, kryetari i komunës, kolegë deputet, ju, familja e nderuar, që sot na keni tugu me emrin që simbolizon një krahi, një rreth, i cili është jashtëzakonisht kontribues jo vetëm për ekonominë, për biznesin, por për gjithçka që kemi rrinë këtë vend, Nehat, Alban, Florin, të gjithë ju. Nuk është hera e parë që në Gjilan këto ditë më parë na mblodh edhe një biznes tjetër për një sukses të tillë. Sot edhe Malsia po na tubon këtu për një sukses tjetër. Unë sot kam kënaqësinë të jam i ftuar nga ju. Më lejoni që t'ju përcjell falënderimet për ftesën që i keni bërë edhe kryetarit Kuvendit, ai sot më porositi t'ju falenderoj dhe t'ju kërkoj falje që s'ka mund t'jetë për shkak të angazhimeve të tij. Gjithsesi ju falenderoj që edhe unë jam shkoj thon kryetarit komunës që edhe unë jam rrit këtu pak më nej, po fushat lutos ma llogarit që më Falenderit. Është një ngjarje e veçantë. Besoj gjitha komunat në Kosovë kanë nevojë me pas zhvillim ekonomik, zhvillim tillë, këto lloj biznesi mos zgjeru. Gjilani ka nevojë edhe pak më shumë. Sikur gjithmonë jemi të lumtur gjithë bashkë. Ju falenderoj Nehat që po na bëni bashkë gjithëve, po na obligoni që më ndihmu për aq sa kemi mundësi. Ne që jemi përfaqësues të qytetarëve të institucioneve kemi për detyrë ju ndihmu. Unë falenderoj që s'jam këtu sot, edhe dy ministrat, ish ministrat të qeverisë që kanë qenë të involvuar me mbështetjen, edhe zoti Krasniqi, edhe zoti Stanileci. E di që ky është projekt që ka filluar më herët, keni pas shumë mund, shumë sakrificë, dhe është mirë që sot jemi bashkë këtu dhe i gëzohen këtij suksesi të gjithë. Për më tepër, ne i gëzohemi që po bëjmë më shumë prodhime vendore. Ushqimi dhe këto produkte kemi nevojë me qenë sa më të mira, sa më natyrale, sa më të shëndetshme. Ne nuk është që kemi pas mungesë të mishit ose kemi mungesë të mishit të tregut tonë, por kemi nevojë që njerëzit tanë të provojnë, që njerëzit tanë ta përpunojnë, të punësojnë më shumë dhe që të kemi më shumë ushqim të shëndetshëm. Faleminderit edhe një herë, suksese Nehat, familjes tuaj, suksese për Gjilanin, faleminderit shumë.
fjalë rasti, e cili është edhe fjalimi i fundit para se të bëjmë hapjen solemne, Zotriu Agim Shahini nga ARVK. Të nderuara familje e madhe Spahiu, të nderuar përfaqësues të institucioneve lokale dhe atyre qendrore, ish kryeministër zoti Mustafa, kryetar i komunës, parti politike, biznese, ju prodhues, ju konsumator, Aleanca e Biznesit me gëzim e ka prit këtë moment që të jemi bashkë këtu të ndajmë gëzimin e hapjes të një fabrike kaq domethënëse për ne si ekonomi, por edhe për si konsumator që të kemi prodhim vendor sa më cilësor. Gëzimi juaj ndohet në një kohë kur Aleanca e Biznesit ka javë të biznesit dhe është në agjendën tonë të përbashkët që të promovojmë prodhimet vendore. Duke i konsumuar ato, ne hapëm mundësi që të hapen edhe më shumë fabrika. Prandaj, familja Spahiu duhet vlerësohet si një familje madhe që ka investuar këtë kohë të krizave. Këtë kohë kur bizneset e Kosovës nuk janë në gjendje të mirë për të cilën politikat nuk janë aq të mira fiskale dhe kanë rezultuar që të kemi edhe mbyllje të bizneseve. Për çdo herë po kemi më pak biznese të hapura. Ato biznese që hapen, ato biznese që krijojnë vende të reja të punës, ato meritojnë përkushtim më të madh edhe nga institucionet e vendit. Ftoj qeverinë e Kosovës që të bën reforma edhe më shumë në të mirë të ekonomisë, në të mirë të prodhimit vendor. Dhe në fund slogani jon tash e 15 vjet është unë konsumoj prodhime vendore, po ju konsumoni prodhime të kësaj fabrike për të cilën është cilësia më mirë se është nga malësia. Faleminderit. Ky pas ka qenë fjalimi para fundit, e kemi edhe fjalimin e fundit, Zotriu Flamur Kadriu nga AVUK-u, të cilin nuk po e shoh, po besoj e përshëndesim edhe zonjën Iliriana, e cila është po ashtu këtu e pranishme. Flamuri ku ka bo gati me shku, që e dalë në fund atje? Skena për ty. Mirësa, pasi që fjalimi i fundit, u përmend zhvillimi ekonomik, unë duke përmend disa çështje të sigurisë ushqimore që ky rast ka me thonë që Kosova po avancon sa i përket sigurisë ushqimore, dhe se është rasti jashtëzakonisht unik që kolegë tjerë të cilët janë prezent të vazhdojnë me investime, të vazhdojnë me raportet e tyre të ngrisin në nivel sa më të lartë sa i përket sigurisë ushqimit. Duke fillu më parë, industria mishit ka qenë në ngecje sa i përket implementimit standardeve të reja. Ky është një rast unik që tregon se mundet me një mundim, me një përkushtim, mund më arrit të gjitha standardet të cilat kemi nevojë. Me thonë drejtën, nuk isha i përgatitur për me majtë një fjalim. Unë e proroj familjen Spahiu për gjitha mundimet, gjitha konsultimet që i kanë bërë në Agjencionin e Ushqimit për mi ngrit aspiratat që t'i kemi ushqimet, produktet ushqimore sa më të sigurta në treg. Ju falenderoj edhe uroj që vazhdohet me implementimin e standardeve të sigurisë ushqimit. Faleminderit. Mirë, tash vëmendja kryesore është tek Këshiriti. Ideja natyrisht njëri prej atyre që do të inauguroj këtë fabrikë është dhe kryetari i komunës Lutfi Aziri, si ne ftojmë që ta afrohet. A gëndem dhe mosh Spahiun, pa cilin kjo nuk do të
praktikisht nuk do të ekzistonte dhe djalin e Reshatit, të Ndjerit, kushën tonë vogël, cilin e ftoj, që është bashkë ma i vogël, dhe djalin e Florimit dhe vajzat, mbesat e Agëzdem. Gjithë të shiriti, pas hapjes ju presim gjithëve në një koktejl rasti i cili është shumë i begat. Urime gjithve Malësia, ju ftoj shumë e fort tuk që kja. Urime kjo fabrike bukur, ju ftojnë që në udhëheqjen e Nehatit të Albanit të hyri në një shëtitje mbrenda fabrikës. Dhe në fund koktejli rastit, një falenderimi veçantë për prezencën e mediave, televizioneve që ishin sot prezent, gazetarve, që i fizuam dhe i respektojmë shumë. Florim nuk më rrah me të përmen, po përmen i luta. Ju lutem. Zoti Mustafa, Zenon, Zoti Hoti, Zoja Jukmete, Imen.